të nderuar përfaqësues të mediave. Sot ishim po ashtu dëshmitar të tentativës së 16 për formimin e komisionit të mshet për votim, që 16 herë është duke dështuar si rezultat i bojkotit dhe sabotazhit opozitar në Kuvendin e Republikës Kosovës. Vazhdon me qenë për ne shumë absurde dhe pa shpjegueshme se si është e mundshme që deputetët e grupeve parlamentare që përfaqësojnë qytetarët në Kuvend votojnë kundër një procedure e cila do të mundsonte rrjedhën normale të funksionimit të institucionit Kuvendit, që do të mundsonte zgjedhjen e organit më të lartë, respektivisht kryesisë së Kuvendit në gjitha pozitat e saj, që përbëhet nga gjitha subjektet politike, ashtu siç është përcaktuar me rregullorën e punës. Si lëvizjeve të vendosje përpos zhgënjimit me këtë përveç parregullësi, por edhe mungesën e seriozitetit nga deputetët të Kuvendit të Kosovës dhe agjendat e tyre të ulta të përditshme politike, jemi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese që të sqarohet çështja e votimit të fshehtë dhe po ashtu jemi në pritje të vendimit tjetër aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që kanë të bënë me manipulimin e votave nga diaspora nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Deri atëherë ne do të vazhdojmë të insistojmë që të ketë rregullsi duke ndjekur rrugën e vetme, që është rruga ligjore e përcaktuar dhe rregulluar me procedurë, që është dhënia e propozimit për funksionalizimin e komisionit për votim të fshehtë, cilën po besojmë që është një drejtë e pa kontestueshme për me për me propozu, me votu dhe me vazhdu me rrjedhë normale, si dhe përcaktimi i kandidatit që na takon me emër mbi emër dhe me votim me qëllim të funksionalizimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nepotizmi është një fenomen në cilën edhe në definim edhe në përcaktim të konfliktit të interesit, deshëm apo jo, e ka përsipër një agjencie që quhet Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Dhe konsideroj që ajo duhet ta ketë fjalën e vet me qëllim që mos ushqehet në opinion publik tema që ndoshta në thelb edhe janë të paqëndrueshme. Nuk po du me gjyku, mos më keq kuptoni. Por kur të flasim për konflikt të interesit, kur po flasim për privilegje, kur po flasim për shfrytëzimin e pozitës së pushtetit me qëllim të arritjes së ndonjë përfitimit të caktuar, për shembull, mendoj që kemi në Kosovë institucione tashmë të konsoliduara që japin mendim ose ndonjë vendim lidhur me këto çështje. Prandaj, krejt çka mund të them është ndoshta duhet i drejtohemi shumë mirë që po bën tema, konsideroj që fakti se diçka e tillë, edhe pse jo ligjore bëhet temë, është ngritje e standardit në qeverisjes që është rezultat direkt i lëvizjes dhe vendosjes dhe kulturës së saj politike. Se sikurse të kthehemi në retrospektiv në të kaluarën dhe vetëm shembujt më banal të kishim marrë parasysh se çfarë raste abuzive kemi pasur nga zyrtarët të PDK-s, LDK-s dhe AK-s sa ishin në qeverisje, konsiderojmë që në njëjtin vend kemi të bëjmë me dy botra të ndryshme. Prandaj unë e shoh aspektin pozitiv, ngritjen e standardeve të tilla të cilët nuk kanë qenë në Kosovë, po vinë si rezultat i kulturës së emancipimit politik që ka sjellë lëvizjave të vendosur me fitoren e saj. Me qenë se deputet të subjekti politik, ma po të gjarës që papirlima i është nështë kandidati potencial për një pozitë të rëndësishme. Ne jemi në diskutim me nismën socialdemokrate për gjitha temat. Do të vazhdojmë të ndëgjojmë kërkesat dhe mendimet e tyre, e pastaj ato të diskutojmë në forumet tona vendimarrëse të partisë dhe të grupit parlamentar, dhe se këtë kontakt jemi duke bërë vazhdimisht, dhe jo vetëm me zotin Limaj, ne do të vazhdojmë të kontaktojmë secili deputet i cili nuk e ka humbur arsyen për shkak të presionit nga partitë e tyre relevante dhe dalim nga kjo krisa më shpejt. Prandaj shfrytëzoj edhe rastin që edhe nga këtu bëj thirrje kolegëve deputet, ju kisha lutur që spaku tentativën e sot ishte 16-a, të 17-ën, kemi diçka konkrete sepse me të vërtet ka kaluar çdo kufi të arsyes këtu. Deri dje opozitare nuk e votojnë komisionin.
pra 40 deputetëve si partime 42% të votave, a ndeni ndonjë lloj përgjegjësie për situatën në kuvend. Kujtojmë që sot keni ardhur në kuvend me çdo para si deputet, a ndeni ndonjë lloj përgjegjësie për këtë blokadë? Përgjithësi ka secili deputet i Kuvendit Kosovës pavarësisht se cilit subjekt ose grup parlamentari ta kanë. Por ju kisha lutur që çështjen ta shohim sa më drejt. Çka po du me thonë? Që përgjithësia e plot e konstituimit të kryesisë së Kuvendit bie si barë mbi gjithë deputetët e Kuvendit Kosovës, pa marrë parasysh përqindjen. Qoftë edhe një person, ai ka përgjithësi me votu, me zgjedh kryesinë e Kuvendit dhe ky është qëndrimi jonë i drejtë dhe i bazuar edhe në rregullore, edhe në vendimet gjykatës kushtetuese për ligje të tjera. Prandaj, çfarëdo devijimi nga kjo, që duke dashur me reduktu përgjithësinë tek një subjekt politik, e me amnestu krejt të tjerë këtu se janë në bashkët babës, është me të vërtet e papranueshme dhe nuk qëndron. Përgjithësi ka vetëvendosja, përgjithësi ka PDK-ja, përgjithësi ka LDK-ja, AK-ja të tjerë. Por e vetmja këtu është lëvizja vetëvendosja e cila po provon me bë diçka, por po bllokohet. Kjo është realiteti nga cilin ne nuk mund t'i shmangemi. Zotëria Abrashi thotë që jeni të kontaktuar deputet të cilëve nuk ju ka humbur arsyeja, kush janë ata dy deputet. Ata deputet edhe janë në mesin e tyre edhe dy deputet të LDK-s, që LDK-ja për cilët thonë se vetëvendosja ju ka ofruar përfitime për bizneset e tyre. Me emra nëse mundëre. Për me sqaruar edhe njëherë këtë çështje, nuk janë dy, janë gjithë deputet të Kuvendit të Kosovës që ne i takojmë. Po flas për deputet shqiptar. Të gjithë, jo dy. Mos na hup mundin kët, diçysh me na reduktu në dy, po të gjithë. Okej, kush janë ata dy të LDK-s që ju keni ofruar përfitime për bizneset e tyre familjare, sipas LDK-s? Konsideroj që kolegët tanë nga Lidha Demokratike e Kosovës nuk kanë nevojë që sajojnë storjet paqëndrueshme, ku mundon ndoshta me mbulu pafuqinë e tyre për me i bindë me zër deputetët që qëndrojnë brenda një vendimit absurd. Unë e di që LDK ka zërat arsyes. Po unë e di që LDK po abuzohet lojaliteti i tyre ndaj subjektit. Po mendoj që kjo punë nuk mundet me zgjat pafundësisht. Prandaj po sajojnë gjëra të tilla sikurse përfitime për biznes apo privilegje të caktuara. Kjo nuk është gjua lëvizjes dhe vendosje, nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk do të, dhe natyrisht nuk është e vërtetë. Apo fletni edhe me deputet të PDK-s? Patjetër që po, sot më herët unë personalisht kam folur me 2 a 3. Edhe kjo është, si më thonë, nuk është vërtet diçka që po bëhet në sheft, kjo po bëhet edhe publikisht. Problemi i zgjedhjes së bllokadës potencialisht munden me votu. Ta zonë nëse çush po planifikoni ju me votim të në momentin kur kemi diçka konkrete ose diçka të tillë, keni më pa vetë indikacionet e para që do të ishte zhbllokimi i kësaj situate. Do të thonë, bisedimet janë proces, janë vazhdueshme, janë të përditshme dhe do të vazhdojnë deri në momentin kur do të dalim nga kjo situatë. Nga këto biseda që ju thoni keni pasur, ka ndonjë luhati të këto deputetët e partisë? Gabim është me mendu luhatje, unë mendoj reflektiv. Për dal nga qendrimi i partisë. Luhatje është një po ju kisha lutur, unë e kuptoj, po si media ju kisha lutur që përdorim nuk e kam fjalën këtë rast për ju, po për shoh që si diskurs është të dominu narrativa opozitare. Bëmi objektiv. Kjo luhatje që po quhet do të ishte reflektim në këtë rast nga pozicioni jonë. Dhe uroj që shumë shpejt do të ketë diçka të tillë. Po, ka ndonjë shenjë që ndonjë deputet nga takimet tuaja ka qëndrim ndryshe nga qëndrimi i partia, për shembull, se PDK është shumë i sigurt në deputetët e vet. Unë mendoj që PDK-ja edhe vetë din që krejt kjo është e kotë, por unë uroj që ta zbut atë shtrëngim që aktualisht është duke apliku, jo vetëm PDK-ja, po edhe partit tjera opozitare të deputetët e vet. Lejojnë që të votojnë sipas arsyesh, sepse në fund të fundit është një drejtë pa kontestueshme, kushtetuese, e secili deputet me reflektu atë çka mendon dhe atë çka qëndron. Deputet edhe një pyetje. Po. Sa i përket profilit shtatërimit të juve personalisht, apo të ishte i pranueshëm për pozitën e kryeparlamentit? Edhe apo brenda subjektit të vetëvendosjes, ndoshta deputetët e raportierë do të thotë janë kundër një propozimi të tillë si partnerimi me kryetar të Kuvendit të Kosovës. Çfarëdo qëndrimi grupit parlamentar lëvizjes vetëvendosje për mua do të ishte i pranueshëm. Qoftë ai zoti Limaj, nëse eventualisht vendoset,
ose kemi diçka ndonjë marrëveshje konkrete, apo të shoh dikush tjetër që mund të jetë nga partnertar koalicionit. Kaq mund të them unë. Mendoj që jetike vazhdon të qëndroj çështja e zgjidhjes së organit udhëtës të Kuvendit Kosovës, kryesisë Kuvendit, lidhur me emra, pastaj është punë marrëveshje politike që ne jemi duke insistuar që të bëhen sa më shpejt. Mirë, nëse nuk ka, ju falenderoj.